Unë sot do të provoj për herë të parë maskën më virale me kolagjen. Tani si fillim do të vendos këto pjesët e vogla tek syt. Dhe tjetrën dohet ta vendos tek balli, sepse këtu më bëhen shumë rrudha. Dhe tani në fillim vendoset pjesa e poshtme. Dhe tani do të vendos pjesën e sipërme. Vendosa komplet maskën dhe kjo supozohet që të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe në mëngjes kur të zgjohem do të jetë transparente dhe fytyra do të ketë një super shkëlqim. Dhe rezultatin do t'ja tregoj në mëngjes. Maskën e kam vendosur në orën 2:30 të natës dhe i kam hequr të nesërmen në mëngjes në orën 9. Tani është mëngjes, unë do ta heq të gjithën pasi e ka përthithur komplet fytyra. Dhe shikoni se çfarë shkëlqimi që ka lëkura. Pra, lëkura duket shumë e hidratuar, kjo maskë bën edhe minimizimin e poreve dhe po ta shikoni në momentin që hiqet si një maskë e plot. Maska këshillohet që të mbahet të paktën 4 deri në 5 orë që të përthithë të gjithë produktet fytyra dhe të ketë këtë shkëlqimin. Më komentoni nëse do ta provoni këtë maskë dhe ta mbani gjatë gjithë natës në fytyrë.